Godina e shkollës nënvjeçare të Finikit kishte prej vitesh probleme me strukturën ndërtimore, duke krijuar probleme serioze jo vetëm në procesin e mësimdhënies, por edhe në parametrat e shëndetit të nxënësve dhe stafit pedagogjik. Prandaj dhe kishte reagime të forta nga ana e prindërve për situatën që ishte krijuar. Investimi i qeverisë shqiptare për rikonstruksionin e plot të ish shkollës nënvjeçare të Finikit po shkon drejt fundit. Pikërisht, një vit më përpara, në nëntor të vitit 2024, kanë filluar punimet për rikonstruksionin e kësaj shkolle, e cila tashmë do të jetë në shërbim të nxënësve, të mësuesve, por edhe të prindërve të Finikit dhe gjithë fshatrave përreth. Përgjegjës teknik dhe objekt sqaron për televizionin publik se pas pak ditësh do të përfundojnë punimet për rikonstruksionin e plotë të pjesës kryesore të godinës së shkollës. Te shkolla vjetër mund të hyjnë nxënësit në fjalë, banjat janë në rregull, drita janë në rregull, instalimet e hidrolike në rregull, lyrja është bërë 100%, dyert janë vendosur, kështu që për pjesën e vjetër shkollë që ka qenë ekzistuese, shkolla është në fjalë 100% e mbaruar. Sa për këtë pjesës së re, aty janë vetëm dyert për të vënë, edhe 100 metra pllaka për t'i vënë. Mund t'i shikojmë në vend. Edhe kjo mendoj që po na kishte marrë koha, mund të kishte përfunduar, por maksimumi është shumë të një 8 ditë marrin. Proceset kanë mbaruar, drita e mbuar, vetëm boja. Boja na penalizon se nuk mund ta lërim me këto lagështi që ka. Investimi prej 1 milion euro i qeverisë shqiptare për rikonstruksionin e plotë të shkollës është pritur pozitivisht jo vetëm nga Këshilli i Prindërve të 65 nxënësve, por edhe nga të gjithë banorët e zonës.